Mashtrusa. Mirë më njësi, mashtrusa. Shiko, ka të gjëra, kush i ka nëna të gjalla, ka të gjëra që duhet të bëni me nëna tuaja. E katërta është më e rëndësishmja. E di pse ua them këtë, sepse të gjithë më pyesin, erdhe prap, pse erdhe në Shqipëri? Pse? Po pse? Po kam nënën këtu. Edhe kur mësohesh me të mungon. Kur bëja 2-3 vjet pa ardhur, okej, atëherë kisha dhe babin e kisha të dy bashk, isha e sigurt, ishin të dy bashk. Tani është vetëm. Na falni për emocionet, e para që duhet të bëni, sepse mundeni t'i bëni. Do ta merrni ta çoni diku, sikur dhe vetëm një ditë, ta çoni diku me pushime, diku në një hotel. Atë ditë ajo të mos jetë ajo shërbëtorja në shtëpi. Të jetë thjesht një grua, të jetë thjesht një zonjë. Edhe shikoni veprimet e saja, reagimet e saja. Shikojeni një çik se si sillet kur është kështu si zonjë, si mbretëresh. Shikojeni se do t'u ngulitet thellë në mend, do shikoni një pjesë tjetër të nënës tuaj. E dyta, merrni me video ato momentet kur bëni muhabet me të, edhe pyeteni. Cilat janë fobitë e saja? Pyetini, ndoshta ka pasur ndonjë dashuri kështu para se të martoj me babain tuaj. Pyeteni për dëshirat e saja. Pyeteni çfarë muzike i pëlqen. Pyetini çfarë do donte të bënte, çfarë ka bërë, çfarë i ka munguar. Pyeteni për gjithçka, edhe pa e kuptuar ajo, merreni kështu me video, shkruajeni. Ta keni në arkivin tuaj. Edhe në çdo moment të shikoni dhe ta ringjallni në kujtimet tuaja. E treta, shikojeni kur ajo gatuan, një gjë që e bën nga hera edhe pse juve nuk e hani. Sepse ajo e bën, sepse është gjilla e saj më e preferuar. Edhe shikojeni se si ajo e gatuan. Që kur të mos e keni më, ta ringjallni atë, duke bërë gjellën e saj më të dashur. Edhe e katërta, shkruajni ndonjëherë kështu në një letër, duke